Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edhe sot do të vjojmë me shpjegimin e librit Tri parimet të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab erzalallahu lahu al-ajra wa thawab. Dhe autori e filloi broshurën me mësimin e 4 gjërave të rëndësishme për çdo musliman dhe muslimane, që janë dituria, puna me këtë dituri, thirrja në këtë dituri dhe durimi gjatë vështirësive që has thirrësi. Më pas e vijoi me mësimin e 3 gjërave që konsiderohen nga bazat kryesore të Islamit, ku e para ishte fakti që Allah madhruar i krijoi krijesat për adhurimin e tij dhe rruga që të çon drejt këtij adhurimi, që është rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe baza e dytë ishte fakti që Allah madhruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në adhurim as ndonjë ëngjël i afërt dhe as ndonjë profet i dërguar. Dhe adhurimi duhet të jetë një i vetëm për Allahun e mëdhëruar, pa i bërë asnjë shok në këtë adhurim. Dhe baza e tretë ishte fakti që kush i bindet dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe e veçon Allahun në adhurim, nuk i lejohet të miqsojë ata që kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse janë njerëzit më të afërt. Më pas e pasoi me përmendjen e gjës më madhështore që Allahu urdhëroi, që është tauhidi, veçimi i Allahut në adhurim, dhe gjëja më madhështore që Allahu ndaloi është shirku. Dhe më pas autori thot: nëse të thuhet ty se cilat janë 3 parimet të cilat njeriu duhet t'i mësoj me do e mos, ti thuaj që robi të njohë Zotin e tij, të njohë fen e tij dhe të njohë profetin e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani autori pas asaj parathënie dhe hyrje, të gjitha ato që përmendëm deri më parë janë si një hyrje për të hyrë në thelbin e çështjes. Cili është thelbi i çështjes? Thelbi i çështjes është pyetjet e varrit. Këto 3 gjëra, njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja e profetit, janë edhe 3 pyetjet që do t'i bëjnë gjithë secilit kur të vendoset në varrin e tij. Do t'i thuhet cili është Zoti tënd, cila është feja tënde dhe kush është profeti yt. Dhe këto janë ato 3 parimet për të cilën u shkruajt kjo broshurë. Prandaj muslimani duhet i njohë këto 3 parime me argumente. Dhe autori e bëri në një formë pyetje përgjigje. Dhe kjo është nga metodat më të mira në mësimdhënie, që edhe nxënësi të jetojë me mësimin dhe jo të bëhet një rutinë që mësuesi flet dhe nxënësi thjesht dëgjojnë, por e bëri në formën e pyetje përgjigje, sepse kështu rrënjoset më shumë dituria. Prandaj gjithë secili për nesh duhet t'i fiksoj këto 3 pyetje, duhet të mësoj edhe përgjigjen e tyre, sepse të gjithë, të parë dhe pasmit, kanë për t'u pyetur me këto 3 pyetje. Prandaj ka ardhur në një hadith të saktë ku profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi atë që do të pyetet në varrin e tij, dhe ka për të thënë dikush për njerëzve që quhet el meftun, i sprovuari, i cili s'ka mundësi të përgjigjet pyetjeve. Dhe do të thotë la edri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu. Kur do t'i thuhet cili është Zoti tënd, cila është feja tënde, cili është i dërguari tënd, do të thotë nuk e di. Dëgjova disa njerëz që thanë diçka, e thash edhe unë. Prandaj ai është ngelës në atë provim, në varr. Pse?
sepse nuk i mësoi këto 3 gjëra me argumente. Prandaj tham në hyrje të kësaj broshure që nuk vlen pasimi i verbër dhe imitimi në çështjet e akides, por gjithë secili prej nesh e ka detyrë të mësoj këto 3 gjëra me argumente që kanë ardhur në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që nesër deri të jesh i aftë që ti përgjigjesh pyetjeve të varrit. Mund të dikush, po mirë ja i mësova këto 3 gjëra me argumente, por me kalimin e kohës do t'i haroj dhe nuk kam për t'i memorizuar. I themi nuk ka problem nëse i haron. Por rëndësishme është që e ketë detyrë së pari që ti mësosh këto 3 gjëra me argumente të përkatëse nga Kurani dhe suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe një herë të vetme në jetën tënde, dhe më pas le ti harosh. Por rëndësi ka që ti je i ndërgjegjshëm për këto argumente, për këto 3 gjëra, se i mësove dhe i dëgjove me argumente nga Kurani dhe suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse ke për ta bërë këtë gjë, qoftë edhe një herë të vetme, atëherë ti je besimtar dhe ke për të vdekur me besim, me lejen e Allahut madhruar, nëse nuk sprovohesh në fen tënde. Prandaj nuk është e thënë që ti jetosh me gjatë gjithë jetës sënde duke i memorizuar këto argumente. Prandaj të gjithë të vegjëlit e të rinj duhet që ne t'ua mësojmë këto 3 parime me argumentet përkatëse. Prandaj dhe në vendet islame ka pas shumë bereqet kjo broshurë dhe është memorizuar që në vegjëli. Nga që siç thonë të parët tanë, që mësimi përmendesh në vegjëli është sikurse gdhendja në gur, nuk harrohet ajo që mësohet në vegjëli. Prandaj thot autori, nëse të thuhet ti cilat janë 3 parimet që duhet ti mësoj njeriu dhe ti njoh, themi që është të njohë Zotin e tij. Pra, që robi të njohë para Zotin e tij. Do thot të njohi të adhuruarin e tij. Se çështja sprova që ndodhi mes profetëve dërguarve dhe popujve të tyre nuk ndodhi në tauhidin e rububie. Por në cilin tauhid ndodhi belaja? Ndodhi në tauhidin uluhie, në tauhidin e adhurimit. Nëse i thoshe i dhujtarëve të mëparshëm, kush i krijoi qiejt, tokën, malet, kush e krijoi gjithçka? Çfarë thoshin ata, i dhujtarët? Thoshin Allahu. E pranonin këtë të gjithë. Prandaj kjo është e rrënjosur tek natyrshmëria e pastër e çdo njeriu. Është e rrënjosur ky besim. Edhe ata pa besim që i qenë si ateistë, kanë këtë. Që kush i krijoi, thon krijuesi është Allahu. E pranojnë këtë lloj tauhidin rububie, veçimin e Allahut me veprat e tij, që Allahu është krijuesi, furnizuesi. Mirpo belaja, fatkeqësia që ndodhi mes profetëve dhe popujve të tyre ishte tek tauhidi uluhie, tek tauhidi i adhurimit. Ata nuk pranonin monoteizëm, po donin të bënin Allahut shok në adhurim. Prandaj Allah madhruar thot në Kur'an: "Kul men yarzuqukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah." Thuaj, kush ju furnizon nga qielli dhe toka? Kush e posedon dëgjimin dhe shikimin? Kush e ngjall? Kush e nxjerr të gjalli nga i vdekur dhe të vdekuri nga i gjalli? Kush e zotron çështjen dhe gjithçka në këtë univers, në këtë gjithësi? Ata do të thonë Allahu. E pranojnë këtë gjë. I dhujtarët në çdo kohë nuk kundërshtonin tauhidin rububie. E pranonin që Allahu është krijuesi, furnizuesi, poseduesi. Mirë, po nuk pranonin tauhidin uluhie, tauhidin veçimin e Allahut me veprat e krijesave. Donin që t'i bënin Allahut shok në adhurim. Donin që të lusin edhe Allahun. Prandaj kur ata ishin në det, i ktheshin Allahut madhruar. Dhe kur ai shpëtonte ata dhe ktheheshin shëndosh në tokë, përsëri bënin shok në adhurim. Mirë, po kur ishin në situata kritike për jetën, që është jeta vdekje, thoshin: "O Zot, më shpëto." Mirë, po kur më pas kur e kalonin atë rrezik dhe ktheheshin në mirëqenie, përsëri ata ktheheshin dhe i bënin Allahut shok në adhurim. Adhuronin zotat të tjerë bashkë me Allahun. Prandaj, tauhidi rububie në Kur'an dhe në Sunet ka ardhur për të rrënjosur dhe për të aprovuar tauhidin uluhie. Dhe ana sjelltas
Nëse dikush adhuron Allahun një të vetëm pa i bërë asnjë shok dhe ortak, ai detyrimisht e ka pranuar edhe tauhidin rububie. Prandaj robi duhet ta njohë Zotin e tij, të adhuruarin e tij, dhe të njohë po ashtu fenë e tij dhe profetin e tij me argumente. Prandaj thot më pas autori, nëse të thuhet ti prap një pyetje, men rabbuk, kush është Zoti tënd? Ti thuaj Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Nëse të thuhet ty, kush është Zoti tënd? Ti thuaj Zoti im është Allahu, i cili më edukoi mua. Dhe të gjitha botët me begatit e tij. Ai është i adhuruar im dhe unë nuk kam të adhuruar tjetër përveç tij, dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Gjithë falënderimet janë për Allahun, Zotin e botëve. Nëse të thuhet ti kush është Zoti tënd, ti thuaj Zoti im është Allahu, i cili më edukoi. Të edukoi hyn të gjitha llojet e edukatës, duke filluar që me edukimin që profetët e dërguarit i bërën popujve të tyre, duke i përgëzuar me xhenet nëse kanë për të vdesur në tauhid, dhe duke i qortuar nëse i bënë Allahut shok në adhurim, që të kishi kujdes nga idhujtaria. Kjo që një lloj edukate, po ashtu edukata bëj edukimi nga Allahu i madhruar për njerëzit, për krijesat, është edhe me forma të tjera të edukatës, siç është dhënia e begative, dhënia e mirësive, të gjitha begatitë që njerëzit i kanë nga Allahu, dhe edukata më e mirë që i është bërë muslimanëve që kanë pranuar Islamin është që i ka udhëzuar në Islam. Ky është edukimi më madhështor, fakti që Allahu madhruar na udhëzoi në Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Thuaj, me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij, me këtë le të gëzohen, pra me udhëzimin në Islam. Kjo është më mirë se ajo që ata grumbullojnë. Prandaj këtu hyn të gjitha llojet e edukatës dhe edukimit që Allah madhruar i ka edukuar të gjitha botët. Ai është Zoti i njerëzve, ai ka dërguar dhe profet për të përgëzuar dhe qortuar. Dhe i të gjitha botët, cilat janë botët që janë përmendur? Botët janë çdo gjë tjetër përveç Allahut. Dhe aty ka shumë botë, është bota e njerëzve, është bota e xhinëve, është bota e ëngjëve, është bota e bimëve, është bota e gjallësave. Gjitha këto botë, çdo gjë përveç Allahut madhruar quhet botë. Dhe ne themi, argumenti që është për këtë është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun. Kush është Allahu? Zoti i botëve, i cili ka krijuar gjithçka, i ka dhënë mirësi gjithçkaje, të gjitha janë nga Allahu madhruar. Dhe këtu hyn të gjitha llojet e falënderimit dhe lavdërimit që duhet të jenë vetëm për Allahun e madhruar. Dhe thash, botët është çdo gjë tjetër përveç Allahu madhruar quhet botë, është bota e njerëzve, bota e shpendëve, bota e bimëve, bota e ëngjëve, bota e xhinëve, bota e qiejve, bota e tokave dhe gjithçka tjetër. Prandaj edhe ne, edhe unë, edhe ti jemi një nga këto botë. Dhe i pari që i drejtohet ky ajet është besimtari. Prandaj besimtari është i bindur se duke lexuar këtë ajet, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ai është i pari që duhet të pohojë dhe veçojë Allahun madhruar me veprat e tij. Dhe me veprat e madhruar që vetëm ai është krijuesi, furnizuesi e tjerë, dhe me veprat e tij që bën prej adhurimeve, duhet i bëj vetëm për Allahun madhruar, një të vetëm, sepse vetëm ai e meriton këtë adhurim dhe askush tjetër përveç tij, dhe duke e veçuar Allahun madhruar me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Me kaq mjaftojmë për sot për ta vijuar këtë broshurë në ditët në vijim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.